të ftoj një njeriun ton shumë të nderuar dhe të respektuar të Durrësit, kryetarin e parë të Partisë Socialiste të rrethit të Durrësit, deputetin për 3 mandate rresht për rrethin e Durrësit nga 1992 deri në 2005, zotin Bardhyl Lagasi. Pas kaq vitësh të kthehesh në këtë pallat, ku dikur ndjenim mbi supet tona shkopit e policisë berishiane. Dhe sot ne shohim gjithë këto fytyra të qeshura, plot entuziazëm, plot optimizëm, edhe, me besimin e plot që Partia Socialiste akoma më tej do të arrijë në sukseset e saj me në krye kryetarin ton të partisë Edi Ramon. Para 2 ditësh, shumë nga themeluesit që janë pranishëm këtu, morën pikërisht këtë fletë mirënjohje me firmën e kryetarit tonë të dashur. Dhe natyrisht mund të ketë edhe të tjerë. Dhe madje e gjithë salla mund të meritoj këtë fletë mirënjohje nga gjithë themeluesit. Sepse vërtet ka qenë një heroizëm në atë kohë, kur është kriju Partia Socialiste edhe në Durrës, mund të them që ishte një terror i vërtet. Ishte trimëri, heroizëm të pranoje të ishe antari i Partisë Socialiste. Dhe nga viti në vit, nga çdo zgjedhje, Partia Socialiste e rriti ndjeshëm forcën e saj. Mjafton vetëm një fakt. Me humbin që patëm në 92-shin, ishte pikërisht, sepse ne s'kishim as komisioner në përqendët e votimit, kaq presion i madh ishte. Vishin mjek, vinte një doktor i nderuar, si Anastas Qerimi, me lot në sy se ishte rraf në komisione, sa e sa të tjerë. Kurse, pastaj kjo forcë në Durrës, arriti rezultate që i përmendën edhe shokët edhe shoqet e tjerë, që neve sot kemi që nga 2000 që nuk e lëshojmë fitoren e Partisë Socialiste dhe s'kemi ndërmend ta lëshojmë. Kam një diçka për zotin Edi Rama. I dashur Edi, unë po flas me gjuhë shoqërore. Ju na nderuat vërtet me fletën e nderit që na dhat si themelues për të historitë të lavdishme që ka partia jonë. Me këtë rast, e thash edhe para 2 ditësh, ka arkoha pa tjetër që partia jonë e lavdishme të ketë historinë e saj të lavdishme, të shkruar si dokument, sepse nese pas nese shumë nga ne nuk do t'jemi. Por, në ato fletë librit të historisë, mbetet gjithë lavdia e partisë. Çdo rreth, çdo fshat, çdo komunë duhet kesh një histori të shkurtër, kurse Partia Socialiste e Shqipërisë duhet patjetër të ketë historinë e saj të madhe. Dhe po, me që ju në nderuat dhe në falenderuat, më lejo që edhe neve të kthejmë një përgjigje. I dashur Edi, miku ju një madh, udhëheqësi Pristi jon i dashur. Ta falenderojmë me gjithë zemër edhe ne. Sot japim certifikatën e gjithë zemërve tona për drejtimin tepër serioz, kaq të suksesshëm që po ngren dhe po e çon kaq përpara Partinë Socialiste. Minjohje për ju, shoku, miku, zoti Edi Rama. Faleminderit shumë. Suksese gjithmonë. Mirëmbrëma socialist të Durrësit, Krujës dhe Shijakut. Mirëmbrëma. Unë në fakt me shumë mirënjohje dhe me shumë respekt dua të thrastu në skenë zotin Sherif Daci, i cili në moshën 33 vjeçare filloi të drejtonte komunën e Bubqit dhe ishte një nga themeluesit e Partisë Socialiste në Krujë.
Por Sherifi si një mësues i mirë i biologjisë dhe i kimisë, jo vetëm që e bëri shumë mirë detyrën, po me shumë entuziazëm edukoi dhe brezat e rinj. Dhe sot që kanë kaluar më shumë se 34 vjet, ai mëson me dashuri të gjithë ata që janë nxënës, që janë komunitetit buqaq, por edhe niprit e mbesat e tij, sepse gjakun socialiste ka në deje dhe do t'ja japi të gjithëve premtimin që Shqipëria do bëhet më e mirë me Partinë Socialiste dhe me kryeministrin ton. Faleminderit. Do të them dy fjalë, mos më mërzit. Kur po vija për këtu, më pani aty më rrugët, më thanë, për dasëm, pse thash, me kostume me kolare, thëm dasëm shkohet. Dasëm kemi, thash, me kam Durrës, bëhet për vjetori 35 i Partisë Socialiste. Ishin pak nga e djatha, po me gjithat e s'ka problem. Me kryeministrin është e dyta herë që përballëm afer. Në Bupq i thash sa tualete ka shkolla, nuk i ka fshati dhe më qeshën gjithë. Unë e kisha pas me gjithmend ashtu ishte, sepse jo vetëm shkolla, po në Bupq u bo fshati, u kthe në qytez, u bon shtëpi banimi, pallate, u ndërtua njësi administrative bashkohore, qendra shtetësore e shkëlqyer, bile më i mirë se sa Spitali i Gramshit. Për këtë falenderojmë kryeministrin e Shqipërisë që ka bërë një punë të shkëlqyer. Me që jam përfaqësues i Krujës, një falendrim dhe për kryetarin e bashkisë që ka punuar tejmase. Pik. Ka gërshëtuar punë i qeverisë me punën e bashkisë. Faleminderit për këtë certifikat që më dhëtë. Mirëmbrëma të gjithë socialistët e qarkut të Durrësit, qytetit Shijakut dhe njësisë në veç aty qytetit Shijakut dhe njësisë administrative Rrushbull. Kam nderin, përvërsinë dhe respektin e veçantë të ftoj dinozarin dhe themelusin e Partisë Socialiste të Shijakut, zotin Ilmi Gjeqi. Ka fituar zgjedhjet lokale në momentet më të vështira të Partisë Socialiste në komunën e Maminerzit dhe ka mbatur për shumë kohë. Ka demonstruar që të jetë një kontribues i madh në shoqërinë, si në jetën publike, ashtu dhe politike, dhe ka kontribuar vazhdimisht dhe vazhdon të jetë dinozauri i Partisë Socialiste të Shijakut. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Nuk di se nga duhet ta filloj gjënën, po. Vitet 91, ne kur bonim ledhet e para, tamam si koka ime me të bardhët dhe e bardhët. Ulem me mbi thaste pambukut sepse nuk kishim ku të shkonim. Ishim të detyruar atje të mlidhnim. Sot gjithmonë jemi mësuar të festojmë një ditëlindje për njerëzit, për më të afrit, por sot jo. Sot është ditëlindja më e madhe, ditëlindja e gjithë familjes tonë, e familjes socialiste. Një familje nga e cila, jo vetëm sot, por për vite me radhë, unë kam punuar disa kohë edhe afër kryeministrit, por kam pa entuziasmin, forcën, logjikën, mundin dhe djersën për ta çuar Shqipërinë në Europë. Atë që ne sot e ndrojmë më të madhe. Ju faleminderit gjithëve. Mirëmbrëma Durrësi, e lëgzuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Në fakt, kjo është një nderi veçantë sot, në fakt, me këto 35 vite të partisë tonë, që mu mjepet mundësia të ftoj një nga personalitetet më të shuara të saj partije në qytetin tonë, doktoreshën tonë, doktoresh Liriana Korçukun, një mjeke onkologe, e cila ka shërbyer për shumë vite në qytetin tonë, duke i ndenjur pranë çdo banori, çdo familje, si në Durrës, si në Shijak e më gjërë. Gjithashtu doktoresha është një personalitet i spikatur edhe në fushën tonë politike, duke qenë se ka qenë një bashkëthemeluese e partisë tonë, ka qenë një aktiviste shumë e zjarrt
duke konkluduar dhe në mbajtjen e mandatit në vitin 97-2001 për Partinë Socialiste. Faleminderit doktoresh. Mimbroma socialistë të Durrësit. Në një ditë jubile të ditëlindjes Partisë Socialiste, ne mblidhemi dhe vlerësohemi nga grupi organizator për të marrë një certifikat mirënjohje. Kjo nuk është vetëm e imja, kjo është e shumë bashkëudhëtarëve, shokëve dhe shoqeve, të cilët ditën dhe pan tek programi progresist dhe strategjik të partisë që do të kishim një vizion dhe një qëllim për të shkuar në atë proces të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, këtë e bën shqiptarët, këtë e bën socialistët, por ky program i Partisë Socialiste në zbatim të reformave, qoftë në të gjitha fusha, drejtësie, ekonomie, të gjitha, dha këto premisat të cilët i kemi për të ardhmen. Ne jemi të gjithë për familjen europiane, ky është e qëllimi i të gjithë socialistëve. Prandaj ne jemi në atë rrugë të bukur dhe të ndritur për të vazhduar. Prandaj urime kryetar, urime të gjithë socialistëve, urime të gjithë ato të cilët bëjnë këtë punë kaq të mirë për ta çuar këtë emër të Shqipërisë në familjen europiane. Urime gëzuar të gjithëve dhe një duartrokitje për të gjithë për atë brez që sot janë me thinja dhe punuan me aq devocion, siç e shpjeguan dhe shokët tanë, por sot ky brez i ri të bëhet mjaft krenar për të marrë këtë stafetë dhe për të vazhduar të ardhmen së bashku me kryetarin. Edhe një herë gëzuar ditëlindjen. Mirëmbrëma të gjithë socialistëve të qarku Durrës, mirë se keni ardhur në këtë festë të madhe të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Edhe unë, si kolegët e mi, kam privilegjin dhe kënaqësinë e madhe t'i shpreh në emër të Partisë Socialiste të Shqipërisë mirënjohjen e madhe, një tjetër figure të nderuar të qytetit të Durrësit, po njëkohësisht dhe figure shquar e sportit shqiptar dhe konkretisht mjeshtër ndërkombëtar i shahut, zotit Fatos Muço. 11 herë kampion kombëtar i shahut, me talentin, inteligjencën dhe përkushtimin e tij ka përfaqësuar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare me shumë dinjitet, duke ngritur lart emrin e Shqipërisë. Përveç këtyre dhe me punën e tij si pjesë e bashkëthemeluesve të Partisë Socialiste të Durrësit, ka kontribuar shumë për komunitetin durrësak dhe gjithashtu ka kontribuar që ne të lartësojmë vlerat që ka kjo familje e madhe politike. Faleminderit. Ç'është e vërteta, gjithë kronika ishte e jashtëzakonshme. Fjalët e miqve shokëve ishin një kujtesë e madhe e paharruar në asaj që ka ndodhur në fillimet kur krijua Partia Socialiste. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë edhe unë vetë kam pas një karrierë në sport shumë të lavdishme dhe pikërisht në vitin e fundit kisha fituar një torret madh në Athinë të Akropolisit edhe kështu dhe në Olimpiadën botërore nuk kisha bërë asnjë humbje gjithë Olimpiadën. Edhe në kulmin e moshës time, 39-40 vjeç, karrierës time, unë që simpatizohesha, më doshin shumë gjithë drusakët, gjysma e qytetit nuk më fliste me gojë. Kishte nga ata që vinin më thonin, më falë, Fatos thoshin, por në thonë ato mos i folë ati se ai është socialist. Ka qenë një të merr i vërtet. Nuk dua t'i tregoj shokëve të mi se ato e din gjithë historinë që kemi kaluar ne, por ju socialistët që jeni sot keni një fat shumë të madh, sepse keni ditur të zgjidhni atë parti e cila unë në atë kohë rria i ndrojtur, por sot jam shumë krenar. Jam shumë krenar për ato që Partia Socialiste ka arritur në gjithë të vite. Mos harroni një gjë që unë jam rritur në Tiranë. Ajo Tiranë e ndyrë
nuk shkoje dot të Banka e Shqipërisë, nuk shkoje dot për Baldajtit, nuk kaloje dot të Lana. Ajo kryevepër e ndërtuar nga kryetari jon, Edi Rama, është një mrekulli e vërtet sot. Do t'i uroja vetëm kryeministrit dhe Edi Ramës suksese për të realizuar futjen e Shqipërisë në Europë. Ai i ka realizuar të gjitha. Tiranën e bëri, Shqipërinë e bëri, po bëri dhe Europën, pastaj tiki vetë se ka nevojë dhe Europa për Edi Ramën. Faleminderit edhe gëzuar. Mirëmbrëma Durrësi, Kruja dhe Shiaku. Unë dua t'ju uroj gjithë socialistët e Durrësit gëzuar 35 vjetorin dhe këto 35 vjet janë ndërtuar me shumë mund, me shumë përkushtim dhe me shumë punë. Gjej rastin këtu të falenderoj edhe kryeministrin Edi Rama, i cili na prin në çdo zgjedhje në fitore shumë të thella. Dhe do jetë kryeministri që do na fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Unë sot kam kënaqësinë fakt të shpreh mirënjohjen për zonjën Tatjana Bali. Është një grua që ka dhënë një kontribut të vyer në jetën profesionale, politike dhe shoqërore të qytetit Durrësit. Në jetën politike, ajo ka qenë një grua që ka themeluar forumin e grua socialiste në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë.